Përshëndetje, Dritare Televizion sot ka ardhur në Shëngjin për t'ju treguar një nga akset më të reja rrugore, i cili tashmë është kthyer dhe në një atraksion turistik. Le ta shohim së bashku. Kjo është rruga Shëngjin-Velipoj. Shëngjini, porti i vogël bregdetar, i njohur për gjirin e bukur dhe plazhin e gjerë, tani ka dhe një tjetër investim, i cili është kthyer në atraksion turistik. Rruga që lidh Shëngjinin me Velipojën është sot jo vetëm një lidhje mes dy bregdetave, por një destinacion më vete që i shton turizmit verior një arsye për të vizituar. Dikur, për të përshkruar këtë rrugë nga Shëngjini në Velipoj, duhet të përshkruaj një rrugë të gjatë prej 66 kilometrash, që zgjaste 1 orë e gjysmë. Sot gjithçka ka ndryshuar. Këtë aks rrugor që shikoni tani, mund ta përshkroni vetëm në 14.8 kilometra për më pak se 20 minuta. Pamja ndryshon hap pas hapi. Nga njëra anë është deti Adriatik që shtrihet i kaltër e i qetë, nga ana tjetër gjendet gjelbërimi i pafund i Shëngjinit. Edhe ne, si gjithë të tjerë që kalojnë në këtë rrugë, nuk ishte si të mos ndaleni te ky balkoni që të ofron këtë lloj panorame. Shumë e bukur, ne po ja u tregojmë juve dhe po e shijojmë edhe për vete. Normal është bukur, e kanë bërë punë të mirë, e kanë bërë rregull të mirë, kanë bërë shkurtim për Velipojën. Kjo është hera parë që vini ju këtu? Jo, na vim që 20 vite vim, po jo hera por jo, tash është hera 2 e 3 si kalojmë për këtë rrugë mëna. Dhe sa herë që vini këtu ndaleni te ky balkoni? Ndalem vallai se me shikuar bukuria është mirë. Pak kem poshtë të rona hedhur atje poshtë. Unë gjetëm këtu, do shkojmë deri në Velipoj, do shkojmë deri në Shkodër prap. Kanë qenë familja përpara në Shkodër gjatë luftës, atje kanë jetuar. 3 muaj gjatë luftës kanë jetuar në Shkodër. E nuk e harrojmë këtë vend. Jem 2 shtete, po jem 1 shtet. Ky është një udhtim ku natyra dhe infrastruktura moderne takohen, duke e bërë Shëngjinin dhe Velipojën një destinacion të përbashkët turistik që tashmë është më pranë se kurrë. Pasi përshkruam rrugën që edhe ja u treguam, rritëm në Velipoj. Në fakt nuk e prisja që të kishte kaq shumë njerëz, edhe pse në fund të shtatorit vazhdojnë të vinë pushues pafund. Unë kam zhvilluar disa intervista të vogla për t'ju treguar edhe juve përshtypjet e tyre për rrugën, po edhe për gjithë bregdetin e veriut. Ne vim nga Kosova, Gjilani. Rruga re është një mirë se kemi prit, kohë sigurisht 20 vite, po tash hera parë që i kom ra sot. Dhe kjo rrugë na ka befasu. Kohën e ka shkurtu edhe tjetra është që ishtë një pamje e pabesueshme. Velipoja mu më duket si Kosovë, për shkak se njerëzit janë shumë një këprica. Edhe vendi bukur. Me këtë rrugë ish i afër, po ish shumë afër edhe një pamje, nuk e di, si ma qenë mallin si të shkosh ka Dhërmi apo Vlorë, ka Himar, aja pjesë duket kështu. Unë detin e diellin e du ma shumë se gruan. S'muj me thonë, veç ma shumë se gruan. Inshallah të se dëgjoj gruaja jote këtë? Ja, ne ta dëgjon se e din aja, e din tuk se shkoj 3 herë, 4
katër herë në vit e din që dillin e du ma shumë sekret. Ju pëlqeu rruga? Po, rruga re ki fjerë. rrugën e re. Pa mas që fantazish, e kjo është shumë e afër tani. E shkurton rrugën. Shkurton rrugën. Në shush fantazisë, unë kom pa mes, jo kon ko pandemie 2 vite, e kom pa që po pënohet. Po rrugën se kom pa. Tani ne jemi E tani si ky vit i parë që e shkela. Tani edhe pejsazhin që po ta jip, ke kapovishë rrezmalit, ish fantazi. Dhe në vjezor kur thojnë, jom prej Kosovës, me thonë prej Prizrenit, prej Pirane fshatit. Shqiptar nga Prizreni, Pirana e Prizrenit, një. Mund vjezor kur thojnë shqiptar të Kosovës. Shqiptar, po, shqiptar një jemi. Ju nga vini zotri? Ne jemi Bigilonit Kosovës. Ju pëlqeu rruga? Shumë. Ka shkurtu e ka bërë fantazinë një diçka. Ja zakonisht shumë. Ndalët ke balkoni aty? Po, unalëm, po, shumë mirë. Rruga është shumë e mirë. Ta në të mirët i ka për zoten. Se thojnë, unë e kam ba për shemë, kam shku për qef, me hani direkt për qef, knaqesh. Ka shkurtu rrugë shumë. Nëse me shku e ne ka Shkodra, le Shkodër, tash i vinë për Shkort vinë. Ju vini nga? Nga Mitrovica. Të pyes pak për rrugën e re, përshkruat sot erdhën nga rruga e re? Kam ardhur, po, edhe herat vizër që vinë nga rruga e re. Si ju duket? Shumë fantastike, i lumë të Tiranës. Panorama me vizituesit për 5 minuta, 10 minuta s'ka personale, po është me shiju edhe me sy. Edhe me shfrytzu detin, edhe me pa rrugën, edhe me pa natyren, edhe me pas nasi, gjitha.